ka përdorur dhunë të rëndë fizike duke i detyruar të kryej akte seksuale pa pëlqimin e saj nën kërcënimin e armës. I dyshuari Xhevat Shala e ka mbajtur të mbyllur dhe të ngujuar brenda një dhome. Viktima ka dëshmuar se ai e ka kapur për flokësh dhe e ka goditur me grushte në kokë. E gjatë kësaj kohe ai ka përdorur gjuhë degraduese dhe ka kërcënuar me jetë duke i thënë: "Ka me të vra, ka me të shti në tokë, ka me të dhënë plumbi në ballë." Deklarata tronditëse e saj vazhdon teksa tregon se gjitha këto i kanë dëgjuar kunati dhe kunata e saj. Gjykata themelore në Pejë i ka caktuar masën e paraburgimit për një muaji të dyshuarit për dhunim të vazhdueshëm të bashkëshortes së tij. Gazeta Insideri ka mësuar se personi i dyshuar është Xhevat Shala, 63 vjeçar. Sipas dosjes të siguruar nga Insideri, zbardhen detajet merruese nga deklarata e viktimës e dhënë në polici. Sipas saj, bashkëshorti Xhevat Shala, përpos të dhunës seksuale, ka përdorur dhunë të rëndë fizike duke i detyruar të kryej akte seksuale pa pëlqimin e saj nën kërcënimin e armës. Viktima ka deklaruar se që nga fundi i muajit dhjetor të vitit të kaluar e deri më 23 shkurt të këtij viti, i dyshuari Xhevat Shala e ka mbajtur të mbyllur dhe të ngujuar brenda një dhome. Ajo e ka përshkruar gjendjen e saj si të mjerueshme, duke e krahasuar vendin ku qëndronte me një barak ku ishte i detyruar të qëndronte izoluar për rreth 2 muaj rresht. Viktima ka dëshmuar se ai e ka kapur për flokësh dhe e ka goditur me grushte në kokë. E gjatë kësaj kohe ai ka përdorur gjuhë degraduese dhe ka kërcënuar me jetë duke i thënë: "Ka me të vra, ka me të shti në tokë, ka me të dhënë plumbi në ballë." Viktima ka rrëfyer në presion të vazhdueshëm dhe dhunë fizike, i dyshuari e ka zhveshur dhe e ka detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale të dhunshme, orale e anale. Ajo ka theksuar se brenda një nate, ai ka detyruar të kryejë marrëdhënie të dhunshme 5 deri në 6 herë, pa dëshirën e saj, derisa ka mbetur pa ndjenja. Deklarata tronditëse e saj vazhdon teksa tregon se gjitha këto i kanë dëgjuar kunati dhe kunata e saj dhe nuk kanë ndërhyrë asnjëherë për ta ndaluar. Sipas dosjes së gjykatës, i dyshuari Xhevat Shala është i njohur për organet e drejtësisë. I njëjti rezulton si involvuar në 23 raste të ndryshme, prej të cilave 7 si i dyshuar.